Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fëndimin të nësita këmët në Allah subhana të elosë dhe aty përgjom që të lavdrejta të vegoj dërgurin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjithë. Të në vëllezër, në realitetet e së kaluarës, gjemë që në periudat caktume, qoftë njerëzit ose në grupe shoqërore të udhëzumt, shpesh ka ndodhur që disa tema me rëndësi i kanë lënë harres ose i kanë shpërfill. Saktësisht kjo ndonjëherë ka ndodhur për shembull dije të rëndësishme të fejes, të humor me disa të cilat nuk kanë qenë po aq të rëndësishme, kanë shkuar në llogarit tyne dhe janë shpërfill. Ose ndonjëherë edhe për arsye të tjera. Një prej dijeve që mungon sot në mesin e muslimanëve, e që konsideroj është domethënë mungesë e cila ka kushtuar dhe vazhdon me kushtu, është dija që ka të bëjë rreth njohjes së ligjeve të Allahut me krijesat e tij. Ligjet e Allahut ose zakonet e Allahut me krijesat e tij. Saktësisht është një farë dije, një farë disiplinë, një farë përpjekje ilmore ku vështrohen nëpërmjet argumenteve kuranore ose nëpërmjet haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çysh sillet Allahu me robërit e tij. Mirë, po kjo çysh sillet, domthonë si rregulla, si zakone. Saktësisht si situata të përhershme që kjo ligj, çështo Allahu sillet me njerëzit nëse njerëzit janë kësaj. Për shembull, çysh sillet Allahu subhanahu wa taala në raport me begatit. Për shembull, Allahu të jep një begati. A ka ligje të Allahut që sillet Allahu me begatin e dhën? Po është një ligj i Allahut. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur për shembull Kur'an që pa ndryshu ti Allahu s'ta ndron nimetin. Allahu ta ka dhënë shkaku i udhëzimit, ti ndron udhëzimin të nalet edhe mirësia. Ose për shembull, çysh sillet Allahu subhanahu wa taala me krijesat e tij për këtë azim me çështjen e udhëzimit për shembull. Thot Allahu subhanahu wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Ata të cilët përpjekën me udhëzu, Allahu ashton udhëzimin. Ata të cilët përpjekën me udhëzu, Allahu ashton udhëzimin. Don kjo ligj. Do të thonë udhëzimi ose shtimi i udhëzimit nuk është një diçka e pashpjegueshme. Do të thonë është ligj për ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Ti përpiqesh me kap udhëzimin, Allahu taala ta shton. Ose për ligjeve të Allahut azza wa jalla është nasullaha fanasihum. Ata harron Allahun dhe Allahu i bën me harru. Do të thonë kur të harron Allahu, o ligj, kur ti harron Allahun subhanahu wa taala. Çuqi elëm është dobësu, që kjo dija është dobësu edhe ju mungon sot njerëzve shumë. Elus Allahu azza wa jalla ndonjëherë më na mësu me ligjeru në varg mësimesh ligjet e Allahut se si Allahu i ka zakonet e tij në raport me krijesat e tij. Mund sot më duhet në hyrje në ligj për ligjeve të Allahut për shumë me tem, që është realisht thelbi i kësaj ligjrate për shumë me kuptuar thelbin e mesazhit. Thot Allah subhanahu: "Walau la daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadati al-ardu walakinna Allaha dhu fadlin 'ala al-'alamin." Mos ti shkon që Allah azza wa jalla ka bërë ligj. Mos ti shkon që Allah e ka bërë ligj mu përplas njerëzit. Mos ti shkon që Allah e ka bërë ligj që njerëzit me dallu. Njerëzit mos më kanë një shkallë, dikush më kanë sipër tjetrit. Dikush domethënë mos më kanë njëjtë me tjetrin. Mos ti shkon që kjo ligj i Allahut subhanahu wa taala i shprish toka. Domethënë ti shikon këtë njerëzit njëjtë, nuk kish funksionuar domethënë njerëzimi, nuk kish funksionuar domethënë toka. Dhe pjesë e këtij ligji është domethënë përplasja e përcaktimeve, e klasave edhe e arritjeve. Dhe saktësisht një prej përplasjeve më të rëndësishme me të cilët bëhet ngjarja e njerëzimit është përplasja ndërmjet të vërtetës dhe të pavërtetës. Përplasja, domethënë kjo ligj, këta na nuk mundemi propozu Allahut me heq këtë ligj. Na kena dëshirë këtë njerëz me udhëzu. O megjithatë ka më ekzistuar modeli i mirë dhe modeli i keq. Ka më ekzistuar, domethënë tabori i së mirës dhe tabori i së keqes. Mirë po, këta nuk kanë më ekzistuar vetë si ekzistencë formale. Këta kanë më përplas. Përplasja kryesore ndërmjet vërtetës dhe të pavërtetës është cili model po dominon. Cili model po dominon. Na tash jena të trajtuar një varg ligjrata që ka të bëjë me nifakun edhe hipokritët. Domthon këta ekziston tash një tabor. Tash ne na tu luftu me këtë tabor apo dominon tabori i kundërt apo këta. Është qartë, domthon na nuk jena tu e kriju një ngjarje fiktive. Nuk jena duke spekulu një ngjarje inekzistente. Saktësisht ekziston. Ekziston, nëse ka ekzistuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një përplasje ndërmjet taborit të sahabëve dhe taborit të munafikave, atë i bie që edhe sot është. Edhe nëse tabori i nifakut mund të më qenë i heshtur. Edhe nëse modeli i munafiklëkit mund të më qenë i heshtur, nuk është i zhëmshëm, nuk është i dhënzor. A megjithatë ekziston. Prania e tij është thirrje për mu bë të tillë, edhe rrjedhimisht me ek dorë prej modelit të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kthehemi te Kurani, edhe po e morëm një rrëfim kuranor, për më shumë me kuptuar për shënat të fol. Domthon, kthenu në imagjinat dhe na jena banor të Medinës. Kthenu në imagjinat dhe na jena banor të Medinës. Domthon, në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cili model ka dominu? Modeli i sahabeve apo modeli i munafikave?
ka dominu modeli i sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tash kthehemi në epokën e globalizmit edhe të fetarisë të postmodernizmit. Cila fetari dominon? Fetaria e sahabëve apo fetaria domethënë e munafikave të parë? Për me qenë më të qartë. Thot Allah subhanahu wa taala kur i përshkruan modelin e sahabëve. Thot minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh. Sahabët janë besimtarë të cilët i kanë nejtë Allahit në laf. Sahabët janë ata të cilët çka kanë thënë Allahit i kanë nejtë në laf, si kanë dalë Allahut pi fjalës. Domthon shkon karakteristike fetarisë së sahabëve, domthon besnikëria, përnjëmendësia, për një më ka, i ka rapi shman edhe për një më ka më. Kjo veçëria e parë. E dyta thot Allah azza wa jall, tarahum ruk'an sujada. Kur ti shifsh i shën ruku edhe në sejdë, domthon janë njerëz që janë shumë dhënë mas namazit. Janë shumë dhënë mas namazit. Domthon, i kia domethënë njerëz të llafit, i kia njerëz të besës, fetaria e tyre është e përmend, edhe kanë një përkushtim për namazin me ruku dhe me sejdë. Keni vëmendjen për shembull një shembull për shembull të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çfarë shok ka pas. E shohim Muslimi pe Abu Huraira radhiyallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos ia ka fal namazin e sabahut, i ka thonë sahabëve men asbaha minkum al-yawma sa'ima. Thot kush pi juve sot e ka nis ditën e xhirushëm? Abu Bekr radhiyallahu anhu ka thonë unë ja Rasulullah. Pastaj tha faman tabi'a minkum al-yawma janaza, kush pi juve sot e ka përcjell një xhenazë? Abu Bekr radhiyallahu anhu ka thonë unë i dëroj Allahut. Thot faman aada minkum al-yawma marida, tha kush sot pi juve ka vizituar një smur? Abu Bekr radhiyallahu anhu tha unë ja Rasulullah. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha majtama'na fi imrin illa dakhala al-janna, nuk bëhen këtu bashkë në një njeri vetë se hin xhenet. Tash, çu kjo bisedë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Keni vëmendjen është bën kjo bisedë me Resulullah sallallahu alaihi wasallam me sahabët e Abu Bekrit, kun safe ka pasur munafika. Kun safa ka pasur munafika. Tash, kjo u bë pasi u fal namazi sabah, që i vjen në këtë moment mos pak i mumi më numërua Abu Bekrit 10 ibadete. Domthonë është fillimi i ditës, i ka 10 ibadete. E para e ka domethënë dhikrin prej të zgjimit deri sa ka në xhami. E dyta e ka shkuarjen në xhami. E treta e ka namazin me xhamat, e ka syfyrin sepse ka qenë agjërushëm, e katërta është vetë agjërimi, e gjashta përcjellja një xhenazë, e shtatë është sadakaja, se e ka pyet Resulullah sallallahu alaihi wasallam kush juve e ka ushqyer të varfër, edhe e tetë është vizita e smunit, e nënta që ka dhënë selam Resulullahit të tjerëve, edhe domethënë qëndrimi pas namazit e 10. 10 ibadete për mbrëna domethënë në fillimit të ditës. Kur ka vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, na e dina që do të më mshë veprat, apo? Na e dimë që e ki ushqyer të varfër mirë mos më përmend. Na e dimë që e ki bëni vepër të mirë mos më bë mohabet. Resulullah sallallahu alaihi wasallam se ka pyet para sahabëve më thonë kush pi juve ka bë këtë dhe këtë dhe këtë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka insistuar me nxjerr modelin në spikam. Që kjo modeli, jo këta tjerë. Jo këta shka s'kan dalë me fal sabajin. Që kjo është modeli. Ky vetëm që ka ardhur me fal sabajin, ky edhe do ibadetet tjerave që i ka kry. Ko xhamire ka për kapistre dohon ditën e vet. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto na i ka thënë çysh na duhet me luftu për me imponu modelin ton. Domethënë ideja nuk është thjesht me thonë ai sa bukur e Abu Bekr radhiyallahu anhu. Jo, duhet me imponu se kjo është modeli. Kështu që na kena model, domethënë modelin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky ngelet model edhe kur nuk arrimi na me e bë në plotësi. Që i bie. Ti nuk mundesh ndoshta për shembull, nuk mundesh për shembull 365 ditë më kon si Abu Bekr radhiyallahu anhu. A mundesh një herë në javë nuk kon. Mundesh një herë në 2 javë nuk kon. Mundesh një herë në muaj. Mundesh për shembull thonën unë prej këtij viti 2026 kam e bërë rregull 50 ditë mos paku të vitit kam e bën një regjistër ditët e mia sikurse ditët e Abu Bekrit. Në ditë ku qohesh agjërushëm, shkoj në fal namazin e sabahut me xhamat, rreban dhikrin, shkon në viziton një smur, shkon në jap një sadaka, i bën keq këto ibadetet, edhe e krijon një mendësi. Që kjo është modeli edhe nëse këtë model e aplikoj 20% në jetën time. Edhe nëse nuk mund me aplikuar këtë model 100% në jetën time. Tash keni vëmendjen, nëse për shembull ti ki çdo vit ka 50 ditë. Edhe këtu pas 10 vite janë 500 ditë. Çdo 500 ditë çu shpeshojnë ditën e gjykimit kur vendosën peshojën e veprave tua të mira. E vërtet i shkon më e mirë me pas 365 ditë. Po nëse suni ki bë 365, bile bani 50 ditë, bile bani 100 ditë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur e ka vetë kësaj, domethënë Abu Bekrin ka dashur me kallëzue, çu i bëni ditë e mirë. Çu i bë domethënë një ditë shembullore, çu i bëni ditë me projekt domethënë të mirëfill domethënë të devotshmërisë. Tash po kthehemi te domethënë modeli i kundërt. Shaka i sahabëve, këta janë njerëz që i rrinë Allahit në llaf, këta ishin ibadet. Nëse do pak më konkret çfarë është Abu Bekr radhiyallahu anhu çote fal namazin me xhamat i bën keq çdo vepra. Hajde kthehemi te modeli i kundërt. Thot Allah subhanahu: "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Munafikat munduan me mashtru Allahun dhe Allahu a kthen mashtrimin aty në vet. Domthon këta nuk janë të llafi, këta nuk janë të besnikëria. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala, kur çohen mu fal, çohen me përtaci. Nëse ata ishin ruku edhe në sejdë me zell dhe me përkushtim dhe përmallim për Allahun,
Këta i shet dyqysh si me zor shkojnë mu fal. Thot yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Edhe çato vepra që i bëjnë me syfasi. Edhe nuk e përmendin Allahun vetë se pak. Domethënë, nëse fetaria e sahabëve ishte me sidq, e këty në kanë me mashtrim. Nëse aty në kanë me përkushtim, e këty në kanë me përtasi. Nëse aty në kanë domethënë me sa më shumë vepra, këtu kanë sa më pak. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, veç pak, sa më pak, vetë se me thonë që kanë diçka prej domethënë ibadeteve. Tash, nëse pak më herët thash, a mumi mi bë ka 50 ditë në vit, si ditët e Abu Bekrit. Këtu thirrja është e tjetër. A ka mundësi me menu seriozisht mi paku ditët e munafikave në jetën tonë? A ka mundësi për shembull 365 ditëve me thonën, domethënë me mujt bile 100 ditë se vjet, pi 365 ditë afër 300 ditë i kon pas si ditët e munafikëve. Namazin ketë me portaci, namazi pa xhamat, dhikri kurkon hiç, agjenda e ibadetit kurkon hiç. Gjashmëria me kanë ashtu, me sahabët apo me munafikat. Nëse këtu duhet me ngre pazarin, hajde i shtumi ditët e Abu Bekrit, këtu hajde i pakumi ditët e munafikave. Ose me reflektu me thonën, vjet, shkoj viti, apo? Sa ditë i pata si Abu Bekri, edhe sa ditë i pata me pak dhikr, me shumë përtasi namaz, edhe me krizat sinceritetit dhe sifasis, edhe dhe më thonën, jo stabil dhe më thonën, fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu që, nëse aty e kena pyetjen, shka ban që ato 50 ditë, ose që ato 500 ditë, ose që ato 5000 ditë, ditën e gjykimit martë e peshu e veprat mira, që ato ditët e Abu Bekrit. Po këto ditët e munafikut me bëmarë ditën e gjykimit, shka mundet me gjithë. Dhe më thonë, na e dimi kush jena. Dhe më thonë, kur të folmi për munafikat, na e na të folë për sifatet e tyne. Për kësë është Ibn Bazi, rahimullah, thot, kur folet për këto veti, që kena mi trajtu sot, inshallah me lenë Allah, subhanahu wa ta'ala, thot, i na të folë, qysh mund është mi përnqasu atyne, nuk i na të thonë, kur kuna mi thonë në munafik. Se paras mi thonë, dikuj du të mi thonë vetë vetës. Po me pas e ngjashmëria me ta të predispozon me përfundu kërë përfundu ata. Edhe ngjashmëria me Abu Bekrin dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të predispozon me shku te shembulli i tyne dhe te domethënën te pazari i tyne. Kështu që kthira jeme të paktën i shkon. A ka mundsi bile mi shti çdo ditë mi shti në një listë ku janë ditë këshia këtu. Bile mi ditë si ditë mërzitshme, bile mi ditë si ditë dështume, bile mi pasi ditë pa bereqet, bile mi pasi ditë humbura. Jo mi pasi ditë shumë normal. Domethënë sot bona pak më shumë ibadet, elhamdulillah, mo djep se jam kon shumë i ngjajshëm me munafiqët e Medinës. Domethënë nuk ka gojle. Po i morëm mi fol inshallah radhazi, domethënë çysh i trajton çka ajat. Allah azza wa jalla thot: "Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala." Kur çon këta mu fal, çon me përtasi. Wal yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Edhe bëjmë syfasia, nuk e përmendin Allahun përveç se pak. Keni vëmendjen. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Kur çon këta mu fal, çon me përtasi. Thonë dietarët, a di pse çon me përtasi? Shkon esenca dhe thelbi dhe asli i problemit munafika është zemra. Se zemrës i mungon dashnia, pa dashni s'ka zell. Në moment që ti e sheh se namazi po të vjen si vështirë, ibadetet po vinë keq si me të shtyme, keq si me zor, nuk dush mu bë marak veç për punën e namazit. Sa dush mu bë marak për gjendjen e zemrës së cilën nuk po të lëviz. Po edhe tjetra, domethënë, fetaria me përtaci, edhe fetaria pakës, është fetari domethënë që i ngjan domethënë hipokritëve. Këto tjera shpjegime më mor me thjeshtësu, thelbi shakot boj, a din ngjarjen e kujtje. Ngjarjen e njerëzve që kanë mungu dashnia për Allahun subhanahu wa taala. Çi vije, duhet edhe te pastrimi i zemrës për gjunave, po edhe te ushqimi i zemrës me ibadet, me konsultë që kjo është thelbi se si mundesh me ndërtu domethënë me kthy ibadetin në xhallni. Thotë dikush pediatarëve për me thjeshtësu si shembull. Thotë nëse dikush e shet dikë udhës, nëse ti del udhës edhe shen një njeri duke ecë ka dal. Edhe shes sikur domethënë sun pemaj ekuilibrin, edhe sikur po ecë tu mot, edhe sikur domethënë në shumë i kujdesshëm kupi vë kam të kështu me radh, ti e kryan thotë më njëri përshtypje që kjo është i smut. Edhe i thu vlla, je mirë? A mos do të më të mor me transportu ose ku diun çka? Thotë pse thotë pe merr përshtypjen që kjo është i smut kur po ecë ka dal. Në hapat e dynjos, atë veprat e tua të ibadetit dhe të ahiretit nuk po e fsheh veten si smut që po ecë ka dal. Në këtu ecin ka dalë me njerë ti përmerë si shenjë që kjo i smut, kjo son diçka në rregull me ta. Tash ka maramendja, ka në ngarkesa, diçka, vesh ky mirë s'është. Thot këtu pe konstaton, thot konsensualisht, kej thot i thomi këtij që so mirë, ama thot kur për vetveten ton, po thomi domethënë gjithçka është domethënë në rregull. Kështu që duhet me konsideruar në vëllezër që smujat e zemrës ti nalin komt, e smuja më e madhe e zemrës është nifaku. Dhe prania e cilës do pikëtyre trijave që janë përmend çka jetë është shenjë për shenjë të nifakut thotë Sheikh Uthaymini rahimullah. Domethënë, nëse namazi shkon shumë me dembeli,
edhe nuk e përmend Allahun azza wa jalla përveç se pak. Edhe ki problem me sifatin, te trijat janë sifat për sifatave domethënë të nifakut, elos Allahu azza wa jalla me ne pastru zemrat. Problemi i parë, namazi me përtaci. Namazi me përtaci. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Kur çohen mu fal domethënë me shumë dembeli. Ç'kjo është përshkrim i përgjithshëm. A e lëmi të hapur me lënë çështu namaz me përtaci. Ndoshta shumë përtaci tona neve na dokën që janë shumë mirë. Realisht do të më kthy tash në ajete edhe në hadithe për me pa shkajbe përtacia namaz. Shkajbe përtacia namaz e cila është veçori prej veçorive të domethënë të hipokritëve. Shoni Imam Ahmedi Muslimi pe Enesit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Tilka salatu munafiq." Ky është namazi munafikut. Domthon ky falet. Ti si ik namazi. Thot ky është namazi munafikut. Çka janë karakteristika e namazit munafikut? Thot yajlisu yarqubu ash-shamsa hatta idha kanat bayna qarnay ash-shaytan qama fa naqra arba'an la yadhkuru Allah fiha illa qalila. Thot ulën të prit perëndimin e diellit. Kur ta shet që bja afrohet akshami, çohet shpejt thot i çukit një 4 recate shpejt nuk e përmend Allahun shumë. E përdor fjalën çukitje që është sikur se pula kur merr domethënë misrin. Kuptimin që çat shpejt falet, veç sa s'ka hyrë më shpejt akshami ta fali kinin. Që kjo namazi munafikave thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Domethënë është shumë definim edhe për kufizim i drejt për drejt. Çka ka ky karakteristikë ky namaz? I ka domethënë 5 veçori. E para domethënë e shtyn, ky nuk e fal në fillim të kohës. Ky veç shkon sa më vonë të lën namazin derisa i rrezikon mi dalën domethënë vakti tjetër. E dyta falet shpejt, e treta pak e përmend Allahun azza wa jall, dhe te kjo e dyta nën kuptohet edhe që nuk e bën rukun mirë dhe nuk është i qetë. Domethënë janë 5 probleme këtu. 5 probleme secila ka ardhur në trajtesat veçantë të shariat që është veti prej vetive të namazit të munafikut. Domthon, e para, shtyrja dhe vonimi i faljes së namazit. Ktu ka disa probleme vëllazni. Shtymja zakonisht ndodh që i ti dhon diçka e përparësi. Ktu është problemi më i madh. Ose i ti dhon xhumit, ose i ti dhon muhabetit, ose i ti dhon pushimit, ose i ti dhon në shoqënisë, ose i ti dhon në detyrës, ose në nënës ti dhon në obligimeve të shtëpisë ku diun çka. Kryesore diçka është i dhon përparësi kundrejt namazit që është obligimi më i madh ndaj Allahut te bareke ve taala. Dhe rreziku më i madh mas mbrëmti është që ja çel udhën me hin ajetin kuranor ku thot Allah subhana fa wailu lil musallin alladhin hum an salatihim sahun, mirë për ata që falen e që ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Domthon mirë, domthon për këtë i cili falet. Mirë ky që është i namazit, po e ka pru punën domthon me dal namazit domthon prej kohës së vet, e aq më tepër që pastaj rrezikohesh edhe me dal këtë pi vaktit. Për arsye, shumë njerëz që i mungon namazi me xhamat, shumë njerëz cilët i mungon çka vedie, shumë njerëz që i mungon çka rrezik mos është namazi jam i ngjashëm me namazin munafikave, e gjejmë që kanë edhe rrezik që falen jashtë kohës. E falen, domethënë jashtë kohës. Është Imam Ahmedi Imam Buhariu prej Ebu Melihit, thot kuna me Abu Burejda fi ghazwatin fi yawmi dhi ghaim. Thot ina kanë me Abu Burejdan radhiyallahu anhu në një betejë e cila ka qenë me plot mjegulla. Edhe kur e ka pa ky sahabi mjegullat e ka kuptuar që këtu tash mumi me pas krizë për kohën e namazit. Ai thot bekiru bi salati al-asr. Thot çuno më shpejt falni kinin. Thot tash është mjegull me nomi që ka vakt, realisht ka mujta me prandu dielli. Thot çuno falë më shpejt kinin. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salat al-asr faqad habita amalu. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kuna i del i kinia pi vaktit, ju kanë prish këtë veprat që ka bëu deri atë. Kuna i del i kinia pi vaktit, ju kanë shkatruar veprat. Që kjo është shkatrimi i vepra. Imagjino nëse të kap shkatrimi i gjithë jetës, kap shkatrimi i vitit, kap shkatrimi i dekadës. Imagjino thjesht për një pakujdesi, ka një vakt i kinies, ka një vakt i akşamit, ti domethënë i pakujdesshëm. Keni vëmendjen çto? Domethënë ju ka kujtu këtij sahabiut pikërisht në një gjendje mjegulle, sepse në mjegullat hik namazi. Mjegullat e ambicjes, mjegullat e punës, mjegullat e shoqënisë, e çefeve, veç kur ta shish domethënë ka hik namazi, me një namaz domethënë mundesh me fundu shumë keq. E dyta, e që thashë përfshihet edhe katërta dhe pesta, falet shpejt, nuk e plotson rukun edhe sejdën, edhe i mungon qetësia. Keq çtu ndërlëzë. Nëse njëri falet shpejt, edhe nuk e plotson rukun edhe sejdën, edhe i mungon qetësia gjatë faljes së namazit, sikur i thon Allahut, namazi nuk ka kënaqësia jeme. Namazi është një procedurë që duhet me kry. Namazi nuk është përmallimi me cilin unë domethënë kam dëshirë mu taku me ty. Saktësisht. E keqja më e madhe që saj është se kjo veti, edhe kjo formë e të falurit që është karakteristike e hipokritëve, zakonisht domthon krijon mënyrë të falurit që lihen mangët ose anashkalon shtyllat e namazit pa cilët nuk pranohet namazi. Që i bie domthon ti mendon që ke kry namazin, por kur desh para Allahut nuk e ke kry. Sikur se shënoi Imam Ahmedi, Imam Buhariu Muslimi pe Abu Hurajrës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ditë ka një xhami, u kontu me do shokët vet, edhe he dikush edhe falet kështu si shpejt, edhe pastaj vën edhe përshëndet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i thot irji fa salli fa innaka lam tusalli. Çu ktheu në falë se nuk e fal.
Edhe ai kthehet falet prapë çështu shpejt, edhe prapë vjen përshëndet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, prapë i thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ktheu falë se nuk e fal. Por stretë herë kur ja përsit njëjt, tani thot ja Rasul, nuk di ndryshën përveç se çështu. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e merr edhe mëson thot kur çohesh mu fal, je i qetë thot në qiyam, kur të bësh në ruku, prapë je i qetë në ruku, kur të bësh sejdë, prapë je i qetë. Tan konja përmend qetësinë se qetësia, ato manina është rukun, është shtyllë për shtyllave të namazit. Nuk falesh i qetë, mulshu mirë gjymtyrët, prishet namazin, nuk i namaz te Allah te bareke ve taala. Dhe çu ky namaz domethënë i refuzum, nuk ka të bëj ai i devotshëm, ai e vlia, ai e munafik. Kush nuk i plotson, kush nuk i pranohet. O çka thjesht. Domthon kjo nuk ka të bëj ti shaki po promi vepra të mira. As nuk ka të bëj sa sadaka ke dhënë gjatë ditës, as nuk ka të bëj sa çfarë dhëk ke bërë sot. Domthon ti nuk i ar me shtyllat e namazit. Ky namaz nuk është i pranuar te Allah te bareke ve taala. Shënim Muhamedi dhe Abu Davudi, shërbojnë të hadithi sahih prej Abu Mas'ud al-Ansariut, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tujzi salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një namaz ku nuk i ke bërë rukun mirë, edhe nuk i ke bërë sejdë mirë, është namaz i pavlefshëm. Nuk ka thonë është namaz me pak sevape. Nuk ka thonë është namaz, domethënë i krym po pa problem. Është i pavlefshëm, duhet më përsërit ai namaz. Nëse si ke bërë rukun mirë, si ke bërë sejdën mirë, e pse si ke bërë se e kam lënë minutat e fundit. Pse si ke bërë mirë, se u dash sa më shpejt mi çukitën 4 rekate, sikurse domethënë namazi domethënë i munafikave. Shonim Buhariu prej Zeid ibn Wahbit, e ka pa Hudhaifa radhiyallahu anhu një njeri të e falë namazin e nuk e ka bërë rukun mirë edhe sejdën, edhe i ka thonë ma sallait, ti nuk u fale. Ti nuk e ke fal 4 rekate, ama ti nuk e fal. Thot ma sallait, walau mutta ala ghairi al-fitrati allati fatara Allah Muhammeden sallallahu alaihi wasallam. Thot me pas gjet dekën, çiket gjendje, kishe dek ndryshe nga çka çken Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jashtë udhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domthon nuk është kjo udha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domthon me baj garë me rukun edhe domethënë me sejdën. Sigurisht e shënon Qawamus Sunna në një prej librave të tij, Sheikh Albani thotë hadithi është hasan, për Abu Hurajra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna ar-rajula la yusalli 60 sana wa ma tuqbalu lahu salat. Baba kia dikur 60 vite është fal, asnjë namaz nuk është pranuar te Allah. 60 vite është fal, nuk është pak më fal 60 vjet. Nuk është të fol për 60 ditë, nuk është të fol për mujt e parë të udhëzimit. 60 vite është fal dhe nuk i është pranuar asnjë namaz. Thot la'allahu yutimmu ar-ruku'a wa la yutimmu as-sujud. Nashta e bën mirë rukun, por nuk e ka bën mirë sejdën. Wa yutimmu as-sujuda wa la yutimmu ar-ruku'. Ndoshta sejdën e ka bën mirë, por nuk e ka bën domethënë mirë rukun. Kështu që e ka edhe një pasojë tjetër kjo që mu fal shpejt, ky namazi munafikave, e ka përmendur Ibn Qayyim rahimullah, thot wa hadha bi ijma'i salaf. Thot me ijma'in e selefit, domethënë me konsenzusin e këtyre gjeneratave të para, ana la yuthabu al-'abdu min salatihi illa ma 'alaq aqala minha wa hadara bihi qalbu. Thot njeri nuk merr sevap për namazit vetë se çfarë se ka pas mend aty. Vetë se çfarë se ka pas mend aty, sikur se ka në hadith që Imam Ahmedi, Sheikh Shoaib thotë hadithi sahih për Ammar ibn Yasir që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë njeri kur ta fal namazin, mundet më shujt një 10, një 9, një 8 dhe gjysmë namazit. Piçë të hadithit e tjera kanë marrë si domethënia që ty të pranohet, ti shpërblesh në namazin vetë çfarë se ke pas mend. Vetë sa se ke pas domethënë vëmendjen edhe fokusin edhe zemrën tënde. E treta thot qama fa naqraha arban la yadhkurullaha fiha illa qalila. Çoti fal 4 rekate i çukit sigurisht një pulë e cila është i morën ato kokrat e veta që është i hëngër, edhe nuk e përmend Allahun subhanahu wa taala për vetë se pak. Domethënë, vend që mulshu në dhikrin e rukus edhe të sejdës, edhe në lutjet e rukus edhe sejdës, ai ndoshta mjaftohet vetëm me një herë. Vend që më thon 3, 5, 7 e më shumë, mirë po këtë kjo që rre edhe më pazarin e fetarisë te minimumi. Vetë sa po më thon që e kryte namazin. Vetë sa më thon që domethënë u fala. Vetë sa më thon që më bëu aty një far tiki që domethënë e ka krye si obligim. Ku na ngjon çka namaz, e ngjon domethënë munafikave. Thot Ibn Qayyim rahimullah kur fol për çka llojin e namazit që lihet deri në fund, falet shpejt, rukuja kur kun hiç, sejdja kur kun hiç, zemra kur kun hiç, thot idh hiya salatul abdan la salatul qulub. Thot kjo namaz që veç fizikisht bëhet. Ama zemra thot nuk është domethënë kur kun hiç. Diçka tjetër në vëllezër, wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Kur çohen mu fal, çohen me përtaci munafikat. Munafikat, hipokritët kur çohen mu fal me përtaci. Namazi me përtaci, shka është munafikat? E shënon Imam Ahmedi, Buhariu, Muslimi, pe Abu Hurajra, pe Ameri sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna athqala as-salati 'ala al-munafiqina salatu al-isha al-akhirati wa salatu al-fajr walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habwa. Thot Ameri sallallahu alaihi wasallam dy namazet më të rënda të munafikëve. Dy namazet që më së rënë ju vijnë hipokritëve mi fal, është namazi i Yacis dhe namazi i Sabaut, e me ditë çfarë vlerë kanë këto dy vakte, kishin shku mi fal edhe qoftë domethënën edhe duke u zvarrit. Që i vije përveç asaj që falën ka funi vaktit.
përveç asaj që falen shpejt, përveç asaj që nuk e bëjnë Allahun shumë dhikr, përveç asaj rukuja dhe sejdja, karakteristike namazit munafika është me to ran enkas ose me një theks të veçantë, me to ran domethënë sabahu edhe domethënë yatsia, saksisht ndodh që kjo rëndesa që e ndjejnë për sabahun edhe për yatsin i bën që pastaj edhe me shpërfill, i bën pastaj edhe me fal jashtë kohës, i bën pastaj edhe musmuni domethënë keq që ju ik. E shohim Muslimi pe Gjundub ibn Abdullah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë salla subha fa huwa fi dhimmatillah, kush e fal namazin e sabahut është në besën e Allahut, që i bie pas sabahs ki besën e Allahut te bareke ve teala. E shohim Buhari Muslimi pe Musa Shariut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men salla al-bardini dakhala al-janna, kush i rihaz sabahit edhe kinias në xhenet, pa namaz sabahut domethënë s'ka xhenet. E shohim Muhamedi me Buhari Muslimi pe Abu Hurajra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që natën njëri kur bën me flet, shejtani vjen dhe ja lidh 3 nyje, të cilët zgjidhen vetë kohë që bën dhikr, me ravdes dhe fal namazin e sabahut. E që i bie, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ndodhe kundërta, nuk qohesh me falen, thot illa asbah khabithan nafsi kaslan, qohet me shpirt të rëndum edhe për tas, që i bie pa namaz sabahut je i pushtum, s'ki nevojë për rukje. S'ki nevojë domethënë për seanca të rukjes, ti vesh ki nevojë me fal namazin e sabahut. Domthon gjendja jote është gjendje pushtimit shkaku që të ka ik namazi domethënë i sabahut për kohës, sikur se shënim Muhamedi ibn Mukhriu prej Samr ibn Jundub radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa në ëndër kur e kanë thënë engjulli më ka kallzu dënimet prej dënimeve që ndodhin ditën e gjykimit, edhe thotë kom pa domethënë një njerëz i cili te koka e tij vend të dikush thotë me një shkam shumë të madh, me një guri shumë të madh, thotë ja e hudhke gurin në kokën e tij. Edhe tha ja çoj ke kryt edhe rrokulliste thot gurje, pastaj shkoj ke mirë ke den sa ju shnosh ke kryja, edhe pastaj vike prap thot den ditë gjykimit çështu te e godit në kry, edhe tha vetë kush është ky, thot fa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-Qur'ana fa yarfudu wa yanamu 'an as-salati al-maktuba, thot ky është ai i cili mëson Kur'anin dhe pastaj nuk punon me Kur'an, edhe flen vakt namazit. Edhe flen, domthon vakt namaz me formë dënimit, kush nuk qohet me fal namazin, domethënë shkaku i xhumit i dënohet me një prej dënimeve shumë trona, mu godit domethënë me gur në ditën e gjykimit. Diçka tjetër, idha qamu ila salati qamu kusala, kur çon këta mu fal çon me përtaci, namazi me përtaci që është veçori e hipokritëve, është përfilja, mos kujdesi edhe mungesa në namaz me xhamat. Domthon zakonisht e kam në vërejtje kur trajtohet kjo temë, shkomi direkt te kjo. Nuk mu mi marr direkt te kjo pa ka përcyer njëherë çdo trajtesa. Domthon njëherë u shpërfill koha, njëherë u shpërfill rukuja, tani u shpërfill sejdja, tani u shpërfill ajo dhe kjo, edhe mas prom ti vën u shpërfilla namazi me xhamat. E shohim Muhamedi dhe Imam Nesaiu, Sheikh Albani thotë hadithi është hasan, prej Ubay ibn Ka'bit, thotë njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fali namazin e sabahut, edhe tha ashhahida fulanun as-salah, thotë filani u kon me neve namaz sabahut? I thënë jo. Fa fulan, thotë filani, ka me neve namaz sabahut? Tha jo. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna hatayn salatayn min athqali as-salati 'ala al-munafiqin. Që dy namazet janë namazet më të rënda të munafikëve. Që dy namazet janë namazet më të rënda të munafikëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dashur mja çita shiçaren në fakin që aty në dy vetave. Sa ka dashur me e kallzu në kontekst të ngjarjes, domthonë mohon men. Mungesa në namaz sabahut është krizë, mungesa në namaz sabahut është alarm, mungesa në namaz sabahut dush mu bë marak. Edhe tash nuk ka vetën a ke prezant Omeri dhe Ubekri, se u ditë që ata domethënë ku do të mëkonin. Ata e kanë ditë që ku do të mi pa Allahun çat vakt. Ata janë kon të edukuar mirë ku do të më të pa Allahu kur thirret e zoni sabahut. Mirë po domethënë këta cilët kanë pas kriza, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dashur mi nxjerrën sheshat dy modele. Nëse në ditë ju veta kush i ka bëu çtu vepra, e ke Abu Bekri, tash ta dy tjerë këta janë modeli keq. Këta janë modeli keq dhe janë modeli keq sepse janë në modelin edhe në shembullin e domethënë e hipokritëve. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj në vazhdim të hadithit, thot wa salatu ar-rajuli ma'a ar-rajuli aska min salati wahda. Namazi i njeriu me dikë tjetër që nuk të fal vetë është më i pastër se sa me fal vetë. Është më i qeltër, është më i nalt se sa me pas fal vetë. Wa salatu rajuli ma'a rajulaini aska min salati ma'a ar-rajul. Kur falesh me dy veta është namaz më i mirë sa mu pas falësh me dikë tjetër. Thotë ma kanu akthar fa huwa ahabu ila Allah. Sa më shumë që ka xhamat, është më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Domethënë, shoqëria medinase ndër vëllezër ka ekzistuar dy modele, dy shembuj. Modeli i sahabëve, e ku menon me modelin e sahabëve, në namaz me xhamat. Domethënë, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk janë paramenu pa namazin me xhamat. Edhe modeli tjetër që është modeli hipokritëve, që është shpërfillja, moskujdesja dhe mungesa namaz me xhamat, si ves, si krizë, si përcaktim edhe si rënje. Në çiket rrethon, edhe në çiket atmosferë, namazi me xhamat në Medinë ka kaluar në shej dalluese. Në çiket rrethon, në çiket atmosferë, në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, namazi me xhamat ka kaluar në shenjë dalluese. E shënon Ibn Abi Shayba me senet sahih për Abdullah Umerit, thot kunna idha faqadna ar-rajula fi salati al-fajr wal-isha asa'na bihi adh-dhann.
thot nëse e kena pa që dikush po na mungon sabat dhe po na mungon yatsi, thot kena nis me menu kesh për atë njeri. Kena nis me menu kesh domethënë për atë njeri. E shënon Imam Ahmedi Imam Muslimi për Abdullah Mesudit, thot Abdullah Mesudi thot men sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafiz ala haula as-salawati haythu yanada bihin. Kush do me taku Allahun nesër si musliman, pa deviju, let kujdeset për namazin me xhamat pi ku bëhet thirrja. Domethënë prej të, domethënë xhamia. Fa inna Allah shara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda. Sa Allah azza jalla u ka bë juve rregulla e rënd do sunetet që janë sunetet e udhëzimit. Thot wa innahunna min sunanil huda. Edhe çto janë, domethënë namazi me xhamat është udha e udhëzimit. Domethënë është sunetet me nejt nudhe. Thot walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhalli fi baytihi la taraktum sunnata nabiyikum. Thot si të falën në shtëpi, çu të falë çu kish ka s'po vën me neve, me fal namazin me xhamat, thot e keni lënë sunetin e pejgamberit tuaj. E keni lënë udhën e pejgamberit tuaj. Domethënë, një brez më vonë, një brez më sahabeve ka krizë të modeli. Edhe tash Abdullah Mesudi po edukon brezin e ri. Domethënë, burra, që ky u kon modeli pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe modeli sahabeve. Ky modeli tjetër e tjetër kujt. Edhe pastaj, walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Si ta lëni sunetin e pejgamberit tuaj u keni me deviju. Wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu at-tuhura thumma ya'midu ila al-masjid min hadhihi al-masajid إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. Thotë se cili do që merr abdes dhe niset për xhami, thotë po çdo hap e ka një sevap edhe e ka një shlyerje të mëkatit. Wala qad ra'aytuna. Thotë na kishe pa. Ti shikon ju në vaktin ton, ti shikon vaktin e çati brezit parë. Thotë tash ky brez është dëshmitar i një brezi, ky person, ky protagonist është dëshmitar i një brezi tjetër që i gazon këtyn e tjerëve. Thotë ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. Thot mu pas kontin vaktin ton e kishe pa që namazin me xhamat e ka shpërfill veç kush u njoft qartazi që munafik. Domthonë veç kush e ka pas të kryme këtë varteme që ata janë kon larg domthonë namazit me xhamat, edhe pastaj sigur i thot ju cilin model e keni? E keni sahabët domthonë hipokritët e Medinës. Thot wala qad kana rajul yu'ta bihi yuhada bayna ar-rajulayn hatta yuqama fi as-saf. E tash ti domthonë nëse munafikat e pas kanë lënë, tash po ka zonë ata tjetër që s'kan lënë. Thot bëj ke vakia dikush u koni smut, thot e bëjshin dy veta derisa e shteshin saf. E bëjshin dy veta derisa e bëshin saf. Ç'kjo modeli i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidhiu thot wa qad ruya ghayri wahid min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam annahum qalu men sami'a an-nidaa falam yajib fala salata lah. Thot është transmetuar nga shumë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kush do që e nin e zonin, edhe nuk vjen me fal me xhamat, ai domethënë nuk ka namaz. Nuk ka namaz, nuk ka problem për atë namaz. Ai veç e kryen si obligim, më po domethënë nuk ka problem domethënë për namazin me domethënë e kryen pa xhamat. Madje te pazari sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk u kanë veç apenin e zonin, nuk penin e zonin. Sikur që transmetuar prej Imam Muslimit pe Ubej ibn Kabit që kanë një sahabëve që nuk e ka pas kurkush shtëpinë më lart se ai, pijamis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pastaj domethënë i kanë thonën mu kon ta kishte blen ai kafsh, bile ta kishte ka përcy malet udhën ose nxetin e kështu radh, ai pastaj ka thonë ma yasurruni an manzili ila jambi al masjid. Thot as shumë bëhet vonë as që kom menën, thot ta kisha pas shtëpinë gjithë me xhamin, ini urida yuktaba li mamshaya ila al masjid wa rujui idha raja'tu ila ahli. Thot unë kom njet mu shkrujtën edhe shkumja edhe kthymja, domethënë tek xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë qad jama Allahu laka dhalika kullu. Me të vërtet Allahu t'i ka bë keq që tu me ta shuj sevap edhe shkumen edhe kthymen. E mos folmi domethënë që sahabët pastaj e kanë edukuar edhe brezin e ardhmë që këtë frym, sikur që përmendet për Said ibn Musayyib, që kur e ka pas një smuje për smujve të syve, edhe ka pas ilaçi me dalë në Aqiq diku në periferitë të Medinës ku ka pasur xhelbrem, edhe kanë thonë tu e këshyr xhelbrimi me tu zbut pak ka smuja, thot fe kayfa asna bi shuhudi al-atama was-subh. Thotë kush ma rregullon mu pastaj mungesën në namazin e sabatit të yacies, e bëj gabull me nejtën, me sy, domethënë të sëmur, mirë po jo domethënë me hime një fetari e cila domethënë e shpërfill namazin e sabatit edhe të yacies domethënë me xhamat. Ibn Qayyim rahimullah e përmbledh keq këtë temë, thotë 6 sifate janë sifatet e namazit të munafikut. Thotë sittu sifati fi s-salah min alamati an-nifaq. 6 cilësitë namazit janë cilësitë nifakut. Domthon kovë që e keni janë për këtyne e keni pjesë të nifakut te namazi. Te namazi, jo vetëm te syfatësia të këto temat e tjera. E para thot el kasalu inda al qiyam ilayha, kur çosh mu fal, çosh me përtasi. Kjo është sifati i nifakut. E dyta thot wa mura'atu an-nas fi fi'liha, edhe kur falësh
syfatësia me të po domethënë njerëzit. E treta thotë wa ta'khiruha, edhe me e shty namazin. Me e shty sa më shumë, e sidomos nëse del domethënë pikos, wa naqruha, falja e tyre shumë shpejt. Wa qillatu dhikrillahi fiha, edhe dhikri i pak në këto namaze. Wa takhallufu an jama'atiha, edhe mos prezantimi domethënë në xhamat. Tash, na të gjithë alhamdulillah thomi na pezotli. Na të gjithë thomi që jena të uzum. Na të gjithë thomi alhamdulillah ushtu fetaria, ushtu uzimi kështu me radhë. Alhamdulillah. Mirë po domethënë nëse më na javës çtu sifatet e nifakut sillen ka namazi jot. Nëse më na ditës çtu cilësitë e nifakut sillen ka namazi jot. Domthon kjo është gjendje e keqe. Kjo gjendje e keqe, domthon gjendje e keqe kuptimin që na kemi ardhur për mu përmirësu. S'kemi ardhur për me turpnu njëri tjetrin. As nuk kemi ardhur për me apo bëjat njëri tjetrit. Thjesht me e kuptu, ç'i kjo çështu. Edhe kur je i dopt që saj çështu thuj. Edhe kur e ki ka pazarin keq, pazari keq i keq met. Ani pse je të bogabull. Pazari keq është i keq edhe nëse je familiarizu. E aq më tepër në vëllezër, nëse pazarin e keq ta bojnë rrafsh vllaznia dhe shoqënia. Nëse pazarin e keq ta bojnë domthon rreth yt i vllaznive, ndoshta ndonjëherë edhe me petk, edhe me trajtesa, edhe me ngjyra domethënë të fesë. Problemi i dytë që përmend ajeti, yuraun an-nas. Kur e falin namazin, kur i bojnë veprat e mira, i bojnë domethënë për sy faqe, jo për Allahun subhanahu wa taala. Shani Ibn Majah, shërboi thotë hadithi është hasan prej Abu Saidit, thotë kharaja alina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu natadhakaru al-Masih ad-Dajjal. Ne ardha ishmi do muhabet rreth Mesihut Dajjal, rreth Dajjalit, tha dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na pa tha ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih ad-Dajjal. Thotë burrat ju kallzojnë për diçka shkon më e rrezikshme, më e frikshme tek unë për juve, sesa domthon Dajjali. Dajjali pi fitnë më të mëdha, s'ka fitnë më të mëdha. Thotë ju kallzoj diçka shkon fitnë më e madhe sa fitnia e Dajjalit. Edhe i than ata, gjithsesi i dërguar Allahut, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ash-shirku al-khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Thotë shirku i fsheft kur çosh mu fal, edhe ja nis me ndreç ka pak namazin sot u të pa dikush. Ja nis ka pak me heshu namazin sot u të pa dikush. Ose në një gjendje që ndoshta ti she fal vet, ti she fal ndryshe. Po pranit njerëzve të tjerë, domethënë e ndresh namazin edhe domethënë e zbukuron, sikurse Muawiya al-Hudhali, edhe kompi sahabët e Ahmed sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inal munafiq la yusalli fayukadhibuhu Allah azza wa jall. Munafiku falet, po Allahu ja gjun për hune, ja gjun për fytyrë. Allah azza wa jall ja përgënjeshton namazin e tij. Wa yasumu fayukadhibuhu Allah azza wa jall. Edhe agjeron, edhe Allah ja përgënjeshton, domethënë agjerimin e tij. Wa yatasaddaq fayukadhibuhu Allah. Edhe jep munafiku. Po prap Allah ja përgënjeshtron. Wa yujahid fayukadhibuhu Allah. Edhe merr pjesë në luftë, por prap Allah ja përgënjeshtron. Wa yuqatil fayuqtal fayuj'al fi an-nar. A di çka po vakia mas promti? Edhe munafiku mund të merrohen në safat e muslimanëve tu luftu, a mas promti në zjarmin e xhenemit. Domthon s'ka amnistin kohë që se ki ndresh jetën për Allahun. Domthon, imagjino ti shkon për shembull me mendjet e kotat njerëzve, pas thon, masi bile dha shpyr në rrugt të Allahut, bileni shkojnë në xhenet masi dha. Me të parë çka nis xhenemi është dietar të sadakadhënësit edhe domthon njerëz të luftës. A ka dikush sakrificë më të madh se këta? Po s'ka kompromis te puna e njëjtit. S'ka kompromis, domethënë te puna e njëjtit. E shënoi Muslimi për Abu Hurajra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se Allahu te barekuhu teala ka thonë ana aghna shuraka ani shirk, unë jam më i pa nevojë me përshkruajt mu dikush ortak. Thot men amila amalan la ashraka fihi ma'i ghairi taraktu wa shirka, kush e bën ai punë, unë përzin mu me dikant tjetër, e lë atë dhe domethënë shirkun e tij. Edhe problemi i tretë është dhikri i pakt. Dhikri i pakt. E kom parasysh kej që tu e kishmi gjetë ndoshta dikush nej vezvese të punës, dikush nej vezvese të dinamikës, dikush nej vezvese kujtjone geografike, kujtju shka. Që tu të dhikri pak? Çka ka që të me përmenë Allahun pak? Çka ka që mos me pas agjendë dhikrin? Çka ka që mos me kanë pjesë e ditës e natës një program për me përmenë Allahun shumë? Çka ka që mos me kanë istikfari dhe salavatet edhe tesbihu për Allahun subhanahu wa taala pjesë edhe program domethënë i ditës? Kur gjas ka tjetër përveç se një zemër e smut nuk i shkon gjua me ba Allahun shumë dhikr. Një zemër që ka probleme në fakt çështu është. Domthon Allah azza wa jalla këtu ku e përmend wala dhkurun Allah ila qalila, nuk e përmend Allah vetëm pak, do me kallëzuar që dhikri pak të sifat për sifatave të munafikave. Domthon çështu janë kanë ata në vaktin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe çështu kanë qenë deri në ditën e fundit. Njerëzit që përmendin pak Allahun kanë kriza me dashnin për Allahun subhanahu wa taala dhe rrjedhimisht nuk i ngresh shumë për me përmend Allahun subhanahu wa taala. Thot Ka'b ibn Malik, "Man akthara min dhikrillahi bari'a min an-nifaq." Kush lidhet shumë për dhikr, lirohet prej nifakut. Kush është shumë që bën Allahun dhikr, lirohet prej nifakut. Domthon kush do keq këtë temë nëse i duket e frikshme nifaku, thjesht vesh të dhikrin,
se prej cilësive të njerëzve që janë larg edhe distancuar prej nifakut është domethënë cilësia e përmendjes së shumtë të Allahut subhanahu wa taala. Përfundon vëllezër, në këshill na i padhon Sheikh Abdul Qayyumi, Allah e rujt, thëke çdo shembull i keq që të vjen në jetë është një mësim për ty. Thëke të vjen një shok i keq, të vjen një mësues i keq, të vjen një bashkëpunëtor i keq, të vjen një klient i keq, të vjen një kujshi i keq, të vjen një koleg i keq. Ata janë mësime për ty. Çfarë mësime? Mësim çysh nuk duhesh më kon. Mësim çysh nuk duhesh më kon. Domethënë, ne na të fol për munafikat pse kena ana kërshëri edhe kurreshtje edhe simpati për ata. Çysh mos më kon. Çysh mos më kon. Çe llogaritë s'kena ngu kur dash për sahabët. Vetëm që çysh është munafikat mos u ban siç ata shkon te sahabët e pejgamberit sa. Këto janë dy udh. Largohesh pi sahabëve shkon te kanifaku. Largohesh pi nifakut, që shku ka shembulli i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta më pas ekzistu veç shembulli i sahabëve, mësimi si shkon i plot. Nda Allah e ka leju ekzistimin e munafikave pikërisht në atë kohë, mi pa të dy ngjarjet. Edhe pastaj ti zgjedh në cilën ngjarje domethënë po do, elos Allahu azza wa jalla me na çutë ngjarje e sahabëve, me na bë bashkë me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam xhenetul firdaus, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.